mos më t'ingles si bulgari, këto që shumë fasonohen mas dikuj tjetër që këqyrë me arrit diçka. Unë nuk jam këtë për me arrit kërkën. Asë nuk më interesa. Boke kryp me angër për mu është nuk e di, është diçka që unë e ndjej ato. Edhe kështu që janë disa njerëz ato që që më thapë birat e gardit, e fjalët e halkit, po. Ato s'nalën asë njerë, po më interesan me ditë, Adelina, prendrit, si janë, e ke ndonjë kontakt me ta... Unë ndritë të kallëzu... Një kontakt me një familjar që ndoshta të tregon për ta, a interesohen ata për ty? Jo, sepse është një farë, kërkush nuk e din, ose askush nuk e din, që si jetën një familje, unë nuk mund nga mi ba kamer askujt në shpe. Ndoshta ka kriminalin më të madh në shpe. Unë ato, prej një rasti që ka ndodhë, mos të ngëllën ato që unë i kam i natë i dikuj, sepse unë jam e blokume, unë kam nevoj vetëm për natë kuptimin shpas, thojnë në Gjermanisë, që vetëm jetën tane e këqyrë, edhe e kja të farë ndjenin e qëtësis tane, edhe koncentrojë, se në fakt njerëzit jo që të koncentrojnë, po është esenca këto që pse po interesosh në manë. Për diri sa unë e di që ka eksistan një zatë, s'ka nevoj më laboru kërkosh mu, sepse unë e di. Ndjenjat e mija nuk mundet me të përshku askosh. Unë e konvojt shumë, emocionalisht, jo që më ka rej kosh, nise na i flakare është ashtu kështu në kanë dha, po ja baj halal, se prendi kam. Por, orë momenti që nuk po mund nga ma. Qka po do me bo? Du mi taku, po arsyeja është që njerëzit për rreth nuk i lajnë. Ke provu me shku në shtëpi? Jo. Së është dyqysh edhe si provokim, për shkak se të moshës e respektoj shumë, absolut pjesat jetë nuk më interesa. Së është që 2 vjetë në fakt, ose që 2 herë mu i me thonë që jam ndodhëm këto, edhe nuk e ka shpri kërkush atar interesin që me pa një marrëveshje dhe me kontaktu ose mu taku për shemëll. Por, një mënyrë tjetër se do të mi taku, sepse one me ata u rrita. Ata e kanë dit krejt. Krejt e kanë dit qyshe të kësi. Po është puna që tash, kur të një krejt bota në thojzë, po thamë, se rrjetet sociale e bajnë vetë, thashe dhe ma heret, po familjat kanë njëftë qysh fëmi. Edhe në falë që nuk u qovan me një menqes bukur e po shminkona dhe po du me regullu vetën ose jetën me ndryshu, për i nati, asese nuk vjen konsiderat prindve. Po, unë e thamë këto sepse një person që nuk ta din ty vlerën dhe ndjesin në falë se s'ki nevoj asë mojnë kadru për problemet e mija se i zgjidhe vetë. Edhe këtu në Kosovë shumë. Diçka që në rrugë më pëlqen, ka shumë njerës që janë që me thonë, shumë, që me thotë kajnë shumë janë, të respektu shumë. Pavarësisht se unë se ngrej flamurin me dalë, ose më thonë, ja, ne jam kështu. Unë e ndi ato, privatësin teme dhe privatësin teme, se cili qift në familje ose dikon tjetër, do të me jetu. Adelina, me qenë se përmanë është shira jote e parë që dalën të përgëzoj për guximin, sepse një që është rukëtim këgja i gjatë me mbri në mentalitet të tile për një vendit nga vjen, na kemi diskutua dhe dje pak ma gjënsësht, edhe shakun vrejt është ki pas një aport shumë të afert me prindrit, edhe ki të atu nëse nuk ka bëj këtu në dërë. E kam, në fakt e këm bo për shkak se dashnisë dhe respektin që kam për ta, po nuk do të thot kjo që one këm bo diçka pa vendim tyne. Vendimit që ardhë dhe se cili sot për sot e merë vetëm ato për veti që është. Sepse më falë, nuk mëjme të përzin punë të tua private. Edhe kaqë, është shumë fështirë sot një përzi dikuj njëtë, sidomos më falë, se është, po mënuna, menova që ka më mdo në i lotë kështu ashtu, po mënuna me mojtë vetën se prindë s'ma mërmenja që ti ndalë kërkush, se ka ma heret edhe e arrova se ka raste që unë e menaj më gjez dregdarë për ta. Ka raste edhe unë që kur të qes kokën një astak edhe qaj për ta.
nuk e di dhe kur dhe me... Që mendon që po ndihen ata?